Dielli qëndronte i lartë mbi oborrin e shtëpisë së Big Brother Kosova, duke shndërruar çdo gjurmë në një shkëlqim të ndritshëm. Ajri ishte i ngrohtë, por i freskuar nga një erë e lehtë që vinte nga dritat e gjelbëruara të oborrit. Benita dhe Eliona ishin ulur në karrige të thjeshta, me sy mbyllur pjesërisht, duke u shijuar rrezet e diellit. Ishte ora e drekës, por për ta nuk kishte nevojë për ushqim në atë moment. Drita e diellit dhe biseda e ngrohtë ishin më shumë se e mjaftueshme. Benita shikoi Elionën me një përzierje kujdesi dhe mirësie. Nuk ishte thjesht komenti që vinte nga mirësia, por një ndjesi që vinte nga përvoja personale. Mos e zmadho gjoksin, i tha ajo me zë të qetë, duke i dhënë një këshill që nuk ishte e detyrueshme, por e sinqertë. E ke shumë të bukur ashtu siç je. Eliona e ndjeu atë fjalë si një lehtësim të çuditshëm. Brenda saj kishte dyshime dhe pasiguri që nuk i kishte ndarë me askën tjetër. Shumë herë kishte menduar për ndryshime, për estetikën, për standardet që i impononte publiku dhe komentet e të tjerëve. Por tani, në atë dritë të diellit, me Benitën pranë, një ndjesi qetësie mbushi zemrën e saj. Benita vazhdoi me një nuancë më të fortë të sinqeritetit. Unë jam bërë pishman që e kam bërë vetë. E kuptoj se mund të duket e lehtë në fillim, por nuk është gjithmonë ajo që mendon. Ajo përmendi këtë jo si kërcënim, por si një paralajmërim i sjellshëm dhe një këshill për një mikesh. Eliona e dëgjoi me vëmendje, ndjeu peshën e fjalëve dhe seriozitetin e Benitës. Në obor, gjithçka dukej e qetë, por ajo i kishte një nëntekst të ndjeshmërisë dhe respektit. Dritat e diellit luanin mbi flokët e tyre, duke krijuar hijet që lëviznin lehtë mbi trupin e tyre. Ishte një heshtje e bukur, ku secila frymëmarrje, secili qeshje e vogël, secili shikim kishte rëndësi. Eliona, duke reflektuar mbi fjalët e Benitës, ndjeu një ndjesi të re të vetpranimin. Ajo ul më thellë në karrige, hapi duart dhe i mbajti mbi bark, duke u përpjekur të ndjejë çdo pjesë të trupit të saj ashtu siç ishte. E di, tha ajo, duke buzëqeshur lehtë. Tani e kuptoj, faleminderit që më thua këtë. Benita buzëqeshi, një buzëqeshje që mbante kujdes dhe përvojë. Ishte një buzëqeshje e atyre që kanë mësuar nga gabimet e tyre dhe tani duan të ndihmojnë të tjerët të mos bien në të njëjtat kurthe. Nuk është për t'u frikësuar nga fjalët e të tjerëve, tha ajo, duke i dhënë rëndësi natyrshmërisë dhe pranimit të trupit. Ata kaluan minutat duke marrë rreze dielli, por biseda vazhdonte. Nuk ishte thjesht një këshill estetike, ishte një moment i ndjeshmërisë dhe intimitetit emocional. Ishte ajo lidhja që krijohet mes mikeshave që ndajnë përvojat, gabimet dhe mësimet e jetës. Eliona pyeti me një zë të ulët, paksa të dyshim, a ndjej keqardhje gjithmonë për atë vendim? Ajo nuk e pyeti thjesht nga kurioziteti, por për të kuptuar se sa i rëndësishëm ishte roli i Benitës si udhërrëfyese në këtë moment. Benita e shikoi me sinqeritet. Jo gjithmonë, por shpesh herë, tha ajo. Është një ndjesi që vjen kur kupton se nuk e ke bërë atë për veten tënde, por për pritshmëritë e të tjerëve. Kjo është pjesa më e vështirë. Eliona u përkul pak përpara, duke mbajtur sy shikimin e saj mbi fytyrën e Benitës, duke përpjekur të kapë çdo nuancë të emocioneve të saj. Ishte një moment i heshtur, por i fuqishëm, ku dy femra ndanin një pjesë të vetes që nuk mund ta thoshin me fjalë të zakonshme. Ora po ecte dhe dielli shkëlqente mbi ta. Rrezet ngrohen lëkurën e tyre, por gjithashtu duket sikur i ndriçuan mendimet. Eliona ndjeu një lehtësim që nuk kishte ndjerë për një kohë të gjatë. Ajo kuptoi se bukuria e vërtet nuk është në ndryshimet e jashtme, por në mënyrën se si e pranon veten. Benita e pa këtë transformim në shikimin e mikeshës së saj dhe ndjeu një kënaqësi të brendshme. Nuk kishte nevojë për fjalë të tjera. Heshtja, dielli, rrezet mbi trupin e tyre dhe buzëqeshja e vogël e Eliones ishin më të mjaftueshme. Ata vazhduan të rrinin aty, duke folur për gjëra të vogla, për përvojat e tyre të mëparshme, për ditët e ardhshme brenda shtëpisë së Big Brotherit. Por çdo fjalë që Benita thoshte për gjoksin e Eliones mbante mesazhin më të madh, dashuri për vetveten dhe respekt për natyrshmërinë. Në ato minuta të heshtura, ato ndjen një lidhje që shkonte përtej oborrit, përtej dritës së diellit, përtej çdo fjale që mund të thuheshin më vonë. Ishte një moment i përjetshëm, ku përvoja, gabimet dhe këshillat e jetës u përzien me diellin e ngrohtë të drekës në Big Brother Kosova. Eliona, duke marrë frymë thellë, buzëqeshi dhe i tha Benitës, faleminderit. Nuk e kisha menduar kështu kurrë, por tani e kuptoj që të qenit vetvetja është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Benita e kapi këtë moment dhe qeshi lehtë. Gjithmonë. Dhe mos harro, të bukur je edhe pa ndryshime. Minutat kaluan pa e kuptuar.
Dielli vazhdonte të ndriçonte, zëri i fëmijëve dhe kamerat e largëta e mbushnin oborrin, por ato ishin të shytura në momentin e tyre, duke marrë rreze dhe duke ndarë një pjesë të rëndësishme të jetës dhe përvojës së tyre. Ky ishte një nga ato momente të rralla brenda lojës ku heshtja dhe sinqeriteti e tejkalonin çdo dramë televizive, ku një fjalë e thjeshtë mund të sillte qetësi dhe të ndryshonte perceptimin për vetveten. Korridori i ndërtesës ishte i ngushtë dhe i errët, vetëm disa drita të dobta të tilla që hidheshin nga tavanet e ulta. Çdo hap që bënte Alba jepej pas me tinguj të ndryshëm, këpucët që binin mbi pllaka, frymëmarrja e rëndë dhe një heshtje e mbushur me tension që dukej sikur po priste shpërthimin e parë. Klodi po afrohej nga ana tjetër e korridorit dhe sytë e tij shikonin çdo lëvizje të Albes me një përzierje të çuditshme zemërimi dhe frike. Për disa minuta të shkurtëra, ata u pan vetëm me veten dhe instinktet. Një koment i vogël, një ironi e thjeshtë që Alba nuk e priti dot, ishte shkëndija që ndezi stuhin. Pa pritur, ajo e goditi me një shkelm të fortë. Klodi u lëkun për pak, por jo aq sa të binte. Instinkti i tij e shtyu të ngrihej menjëherë dhe, ndonë se dhimbja e goditjes e kishte surprizuar, zemërimi i brendshëm e shtyu drejt reagimit të menjëhershëm. Ai ju afrua për t'i dhënë një shpullë. Alba nuk priti asnjë sekondë. Me shpejtësi instinktive, ajo hapi hapin e duhur dhe, duke përdorur këmbën si pengesë, e ndaloi Klodin. Një kastile metaforike që e pengonte rrëshitjen. Por tensioni ishte i papërmbajtshëm. Albës ju duk sikur çdo nerv dhe çdo emocioni i përmbledhur gjatë gjithë ditës u shpërthyen në një goditje tjetër. Ai reagoi dhe lëvizja e tij për të goditur u pengua sërish, duke krijuar një lloj koreografie të dhunshme. Por instinktive, ajri ishte i rënë. Frymëmarrjet e tyre nuk ishin vetëm të nevojshme për jetën, por edhe për të mbajtur ekuilibrin në situatën e tensionit ekstrem. Secili shkelm, secili pengim, secili hap, ishte një lloj komunikimi pa fjalë, mesazh për forcën, për kontrollin, për vlerësimin e kufive. Klodi u ngrit, fytyra e tij e përgjakur nga tensioni dhe nervozizmi, por sytë e tij nuk e tradhtonin brishtësinë e brendshme. Budallallët, tha ai me zë të lartë, duke tentuar të rikthejë logjikën dhe kontrollin në këtë situatë që po bëhej e pakontrollueshme. A nuk sheh me sy, Alba? Fjalët e tij ishin si paralajmërim dhe sfidë njëkohësisht. Ishin urrëtie, por edhe një farë respekti për forcën e Albes, një njohje e heshtur e asaj që ajo sapo kishte treguar. Alba heshti për një çast të gjallë. Fryma e saj ishte e shpeshtë, por përpiqej të mbante ekuilibrin dhe të mos humbiste kontrollin. Instinkti i saj i forcës dhe i vetëmbrojtjes ishte i përzier me frikë të brendshme. Çdo lëvizje që bënte ishte llogaritur në mendje, çdo shkelm ishte pjesë e një stuhje të përmbledhur. Tensioni u shtua kur Klodi bëri një hap prapa, por jo për të tërhequr veten. Ishte hap për të kuptuar se çdo veprim tjetër mund të shkaktonte pasoja të paparashikueshme. Ndërkohë, Alba mbajti qëndrimin e saj me trup të përkulur paksa. Gati për çdo lëvizje tjetër, por mendja e saj nuk ishte vetëm tek ai moment, ajo po mendonte gjithçka që kishte ndodhur deri tani. Komentet, shakat, grindjet, përplasjet verbale dhe emocionet që nuk I kishte shprehur kurrë. Secila frymëmarrje e Klodit ishte e matshme nga Alba. Ajo ndjente se zemra e tij rrite me të njëjtin ritëm, se nervat e tij ishin të tensionuar, se çdo lëvizje e vogël e mundonte atë më shumë. Klodi ndjeu brenda vetes një përzierje të çuditshme, zemërim, dëshirë për të treguar forcën, por edhe një frikë të fshehur. Ai e dinte se çdo gabim mund të kishte pasoja serioze, ndoshta më të mëdha se sa imagjinonte, në korridor. Çdo sekondë dukej e gjatë. Zhurmat e jashtme nuk I shqetësonin. Nuk kishte dëshmi përveç tensionit që ndodhej midis tyre. Një ambient I mbushur me dritë të dobët, hijet që lëviznin në mur, ajri I rënd, çdo detaj kontribuonte në ndjesinë se ky moment ishte një test I vërtet. Alba ndjeu fuqinë dhe triumfin, por gjithashtu dhe barën e përgjegjësisë. Ai e shikoi përsëri dhe përsëriti me një zëmë të qetë, por të rëndë. Mire ta bere, Alba. Ishte një mesazh I dyfisht, zemërim, por edhe respekt, njohje e forcës së Albes, një pranim I heshtur I asaj që kishte ndodhur dhe që nuk mund të shuhej. Ndërkohë, mendimet e tyre të brendshme filluan të rrjedhin pa ndërprerje. Alba mendonte për pasojat, për mënyrën si kjo do të ndikonte në marrëdhënien e tyre, për imazhin që kishte krijuar në sytë të tjerëve, por edhe për fuqinë që kishte ndjer brenda. Klodi mendonte për kontrollin që nuk e kishte mbajtur, për momentin kur nervat e tij mund të shfaqeshin si dhunë, dhe për atë respekt të heshtur që nuk pranoi ta shprehë në fjalë, por që ishte aty, në këtë moment, secili kuptoi diçka thelbësore.
Kjo përplasje nuk ishte thjesht fizike. Ajo ishte një test i karakterit, i durimit, i forcës psikologjike dhe emocional, një sfidë që do t'i ndryshonte për jetë. Çdo shkelm, çdo pengesë, çdo paralajmërim kishte rëndësinë e vet. Kur ata u larguan nga korridori, fryma ende e rënduar, secili mbajti mendjen e ngarkuar me reflektime të brendshme. Ata e kuptuan se kjo histori do të mbahej mend gjallë. Një histori ku fuqia, instinkti, dhuna, respekti dhe frika u përplasën në një moment të vetëm, duke krijuar një kujtim që nuk do të harrohej. Në sekondat e qetësisë që pasuan, ata e dinin se nuk ishte fundi. Çdo veprim i mëtejshëm mund të zgjasë tensionin, mund të ndryshojë marrëdhëniet, mund të ndikojë në mënyrë psikologjike. Çdo herë që ndaheshin, çdo hap që bënin larg njëri tjetrit, mendja dhe zemra e tyre mbante të ngulitur atë moment korridori, shkelmin, shpullën, pengimin, paralajmërimin dhe fjalën që vulosi gjithçka. Mire ta bere, Alba.